sa t'ke toke, sa t'ke qef. Shiko, si jemi vo, ku jemi sot. Shqipni, bononano, më mira vot. Beso, pasha këtë qef, pasha këtë tok. Pash për një qëllim, ne uro. E për familje, si Shqipnia s'ka si ven. Jemi rritje e sipër, lumaj. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit gjithëve. Një shoku im nga Tirana kishte parë memorandumin e Kuqit, edhe më shkruajti po si ka mundësi tha që mandatin e 9 të Vlorës e vure me 50%. I thash, pse si ka mundësi, tha, Vlora, tha, mos nxjerri 9 mandate për ty, tha, edhe për Partinë Socialiste, kjo s'ka mundësi. I thash, ti nuk i njeh Vlojatën, i thash. Prandaj, i thash, mendon që kjo punë është kaq e thjeshtë. Vlora, i thash, mund të nxjerrë edhe 10 mandate. Problemi është, i thash, si të nxjerrësh Vlorën nga shtëpia. Dhe unë dua ta nis duke thënë që çdo vlonjat dhe çdo vlonjate në 11 maj duhet ta lërë për një moment të vërtetën e madhe që i di vetë më mirë të tëra, edhe duhet të dalë nga shtëpia. Duhet të dalë nga shtëpia se mua ma hamendja që me tërë këto transformime që janë bërë Vlorës, e me tërë këtë nam që i ka dalë Vlorës anë mban Shqipërisë, e me tërë atë xhelozi që është krijuar për Vlorën për shkakun tim, nuk është mirë që Partia Socialiste të ngjitet në 80 e në 80 e kusur mandate dhe Vlora të mbetet prapë te 8-a. Kështu them unë. Po unë e di që vlonjatët i dinë më mirë vetë të tëra dhe nuk kam ngul që t'u them se di unë më mirë, ama dua t'i siguroj të tërë në Vlorë, në Selenic, në Imar, se në Sarandë, Konispole, Finiq, e Delvin ishim dhe folëm, që nëse në këto vite është bërë për Vlorën, sa që nuk është bërë në të tëra vitet e tjera të marrës bashku, në 4 vitet që vinë, ne do të vazhdojmë të bëjmë për Vlorën gjëra që sot mund të duken të pamundura. Dhe unë dua t'i them të gjithëve se nëse do ishim sot në vitin 2030, këtu në Vlorë do t'ishte një vend që tërë Europa do t'a mbante në gojë dhe në sy si një destinacion turistik i dorës parë. Mbani mend këto fjalë. Mbani mend këto fjalë se nuk janë fjalë fushate elektorale. Janë fjalë që lidhet me çfarë ne kemi mbjellë akoma për Vlorën 2030 në Shqipërinë 2030. Mbani mend këto fjalë që në Vlorën e fundit kësaj dekade do të kenë ardhur emrat më të mëdhenj, do të kenë ardhur firmat më të mëdha, do të kenë ardhur të gjitha ato gjëra të bukura që
mblidhen rreth një vendi kur ai vend bëhet xhevahir i kurorës së turizmit mesdhetar. Dhe Vlora e 2030-s do t'jetë një nga emrat që do të shkëlqej në atë kuror që është kurora më e bukur e turizmit mbar botror, nuk diskutohet. Por jo vetëm kaq. Në Vlorën 2030 do të ketë mundësi jo vetëm për çdo vlonjat e vlonjate që jeton sot këtu apo për çdo tjetër që jeton në këtë qark, dhe as thjesht për çdo që jeton sot në Shqipëri, por për çdo që dëshiron të vi dhe dëshiron të punoj në një vend ku ka punë, ku ka mundësi, dhe ku ka jo vetëm punë dhe mundësi, po ka punë dhe mundësi për të jetuar me shumë dinjitet. Sepse industria e turizmit, e cila tani më ka dalë në sipërfaqe, këtu në Vlorë, në 5 vitet e ardhshme, do të hedhë 7 në një mënyrë që sot është e vështirë akoma që të parafiturohet. Por, sepse në këto vite është bërë një punë shumë e madhe dhe në ndërkohë ne kemi mbjell disa fara shumë të shëndetshme që do të rriten dhe do të bëjnë hije. Nga ana tjetër, ne sot ulëm avionin e parë për të filluar testimet në pistën e aeroportit Vlorës. Është pista më e madhe e rajonit. Për një aeroport që nuk do të jetë një aeroport turistik, por do të jetë një aeroport ndërkombëtar, që nuk do të ul dhe ngre avion vetëm gjatë verës, por gjatë gjithë vitit. Por një aeroport që do të jetë shtëpia e kompanisë son flamurit Air Albanias dhe që do të presë dhe do të përcjell jo vetëm turist, por edhe shqiptar, jo vetëm nga Europa, por dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm. Aeroporti do të bëj testet dhe shumë shpejt në muajt e ardhshëm do të filloj të presë dhe të ul avionët e vegjël biznesit për të bërë gati për të hapur dyert në vjesht për të gjithë fluturimet dhe për të gjithë pasagerët. Por në ndërkohë, në aeroport do të punësohen mbi 1000 njerëz, mbi 1000 vajza dhe djemë, që jo thjesht do të gjejnë një punë, por që do të kenë një punë të mirë paguar. Dhe procesi ka filluar, njerëzit kanë filluar të punësohen ndërkohë që ai do të jetë një aeroport që s'do ketë vetëm avion pasagerësh që vënë dhe vinë, por do të ketë dhe avion të ngarkesave kargo që do të çojnë e do të sjellin mallra, që do të çojnë e do të sjellin pako të të gjitha përmasave, siç ndodh me kargot në të gjithë botën. Por nuk mjafton ende, sepse aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të ketë njëkohësisht përveç kargos edhe pjesën e tij të tretë, që do të jetë qendra për riparimin dhe mirëmbajtjen e avionëve. Jo për riparimin dhe mirëmbajtjen e avionëve që ulen e ngrihen nga këtu, por për riparimin dhe mirëmbajtjen e avionëve të disa prej kompanive më të mëdha europiane. Është një kontratë e bërë dhe do të filloj të zbatohet hap pas hapi. Por përsëri nuk mbaron këtu, sepse aeroporti i Vlorës do të jetë edhe baza për Akademinë e Aviacionit Civil. Një akademi që do të formoj kuadrot e aviacionit civil, jo vetëm për Shqipërinë,
por edhe më gjerë. Një akademi që do të ngrihet jo thjesht me financimin dhe mbështetjen e qeverisë shqiptare, por dhe me financimin dhe mbështetjen e rrjetit evropian të aviacionit që ka zgjedhur Vlorën për të ngritur akademin dhe për të formuar punonjësit e aviacionit civil evropian. Por nuk mbaron këtu, se ndërkohë ne kemi firmosur një marrëveshje dhe po në Vlorë do të kemi dhe Akademin e Forcave Ajrore të ushtrisë sonë, e cila do të përgatis pilotës shqiptarë, por do t'jetë njëkohësisht një derë hapur për të përgatitur edhe pilotë të rinj nga vendet e tjera të NATO-s apo nga vende të forcave tjera aleate apo mike me Shqipërinë. Kjo është vetëm njëra anë që lidhet drejt për drejt me aviacionin. Ndërkohë që Vlora në vitet që vijnë do të ketë një nga portet më të bukur të jahteve në Mesdhe dhe më në fund porti i Vlorës do të jetë një port turistik, ashtu si kundër në anën tjetër Triporti do të jetë një port i vërtet serioz për anijet që çojnë dhe sjellin mallra, si edhe për të gjitha anijet e peshkimit që më në fund do të gjejnë strehën e tyre dinjitoze sipas të gjitha standardeve europiane. Nga ana tjetër, ka filluar të ngrihet zinxhiri i ri i hoteleve. Ka filluar të kuptohet se nuk mundet dot ta zhvillojmë turizmin ashtu siç duhet dhe t'i japim tërë fuqinë që i nevojitet duke ndërtuar apartamente e duke ndërtuar vila për të shitur. Hotelet kanë filluar t'i hapin dyert njëri pas tjetrit, por në këto 5 vite Vlora do të bëhet territori ku do të vinë firmat më prestigjioze të hotelerisë. Dhe ky qark do të ketë një gjerdan plot me emra dhe me dyer ku turist nga gjithë bota do të gjejnë vend dhe me vështirësi do të gjejnë vend në fakt, pasi ju siguroj se Bregdeti i Vlorës do të bëhet një prej destinacioneve më të kërkuara jo të Shqipërisë, po të Mesdheut. Dhe natyrisht turizmi është një fuqi e madhe, një fuqi e re për Vlorën dhe pa diskutim që në këtë proces, në këtë program të madh ambicioz, në këtë plan që askush nuk do imagjinonte deri disa vite përpara, sepse ju e mbani mend shumë mirë si ishte Vlora. Këtu jetohej, po nuk ndalohej. Këtu të gjithë kalonin për të ikur në anën tjetër. Por lungomarrja nuk ekzistonte, ndërkohë që rruga ishte vetëm një rrugë kalimi. Dhe të gjitha këto kanë ndodhur dhe janë bërë të mundura në këto vite të cilat na kanë dhënë mundësinë që të mund të shohim të ardhmen me sy tjetër.